Vrasjen e rështerit në Kaçanik, Muhamet Likës, që ka trënditur qytetin por edhe Kosovën, në lidhje me rastin kryer prokurori prokurorisë themelore në Ferizaj, Burim Qerkini ka thënë se janë dy persona që dyshohet se kanë kryer vrasjen dhe të njëjtit gjenden në Arati. Ka pasur edhe detaje në mënyrën se si dukeshin ata, pra në këtë rast ka thënë Qerkini se kanë qenë me kapela dhe kanë ikur në këmbë. Sala Gashi është gazetare që ka përcjellur dje këtë ngjarje të rënd. Sala, mirë se vjen fillimisht. Mirë se gjeta. Në një lidhje drejt për drejt, ishte zëvendës Ministri Punëve të Brendshme, njëherë është avokat, Valdet Hoxha është me ne, mirë se vjen i nderuar. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë, ndërkohë pas pak çastësh do lidhem edhe me gazetaren Alberta Gjini, e cila sot është tek familja e rështerit. Sala, le të kuptojmë fillimisht krejt atë që ndodhi, nga ato që është raportuar, ke qenë edhe në konferencën e kryeprokurorit. Po, gjatë të martës, mbrëmjen e të martës me 1 prill, qyteti Kaçanik në fakt të rëndet nga një vrasje që e papritur, pasi që edhe ne do dalim me të fqenjet, po fqenjet ishin të rënditur nga kjo vrasje, sepse nuk e kishin prit nga një njëria që mirë sa ka qenë rështeri ndjerë këtë rast. Në orën 23, kur ka përfunduar punën në rështeri ndjerë, në shkallët e ndërtesës ku ai ka banu, në apartamentin, duke shku në apartamentin e tij, është has në 2 persona të cilët kanë shtim armë zjarri në drejtim të tij, ku e kanë lënë edhe të vdekur. Nga pamjet që unë kam pa në ndërtesën në cilën ka banu, zotri Lika, ka dhe plumat, mbetje të gëzhojave në fakt, që shpimet që i kanë bëja janë të mërshme, pasi arma hala nuk dihet, po shpimet që janë në drejtim të murit, të derës, janë shumë të mëdha dhe nuk mund të them asgjë, por në atë çfarë kam pa është përdorur një armë kogja e rënd, e cila edhe është kry vrasja në këtë rast. Më pas kanë dalë edhe ekipet emergjente, policia, ku edhe kanë konstatuar vdekjen e tashmë viktimës, edhe është bllokuar gjithë Kaçaniku deri në orën 5 të mëngjesit, ma sa kam kuptu nga qytetarët atje, qyteti Kaçanikut ka qenë totalisht i bllokuar nga njësia speciale, për arsye që t'i kapin tashmë ata personat të cilët kanë kryer vrasjen, por në fakt është e kotë për shkak se ata janë ende në Arati dhe nuk janë kapur nga policia e Kosovës. Më pas kanë dalur edhe për ekzaminimet të tjera, po që kanë rezultuar pa sukses, pasi që vrasjave që shkrye dhe nuk ka pas diçka që kanë mujtë më zbulu në atë rast, por nga kamerat, në qoftë se dalim tek prokuroria në këtë rast pas konferencës që kanë bajtur në orën 14:30 gjatë ditës së djeshme, pra të mërkurën, janë dhënë shumë detaje të cilat që i kishim menduar që kanë me i dhënë në fakt, sepse ne kemi kërkuar gjatë gjithë ditës të kemi informacione që nga policia, nga... Çfarë detaje po bëhet fjalë? Cilat janë ato detaje që kanë mas shumë të përshtypje që i ke pa në konferencë? Detajet që i ka thënë kryeprokurori në këtë rast Burim Qerkini, kanë qenë, e përmeni dhe jona në fillim, që kanë qenë 2 persona të cilët kanë kryer vrasjen, nuk kanë qenë të maskuar, nuk ka të bëj me një grabitje se qysh është raportu në media, nuk ka pas të arrestun. Është raportu në media që është arrestu një 17 vjeçar, që edhe nuk kam thënë edhe në lidhjen direkte që kemi pas në Kosova Today, që ka qenë nga burimet jo të sigurta. Absolutisht, edhe ajo teza e grabitjes, Sara, është diskutuar edhe në këtë studio nga ekspertë të sigurisë, por edhe avokat nuk është ka qenë vetëm si një mundësi të mund të ndodhur kështu, por nuk është konstatuar në asnjë mënyrë, sepse ato që konstatojnë organet e drejtësisë. Por një detaj tjetër të cilën nuk e caktë nëse kanë konstatuar organet e drejtësisë është se nëse kishte një armë e cila u shkrep në atë ditë natën kritike, apo ishin 2 armë, sepse jo po aludo gjithmonë se ishin 2 persona dhe na intereson të dimë nëse të njëjtit kanë shtirë të dytë në drejtim të Muhamet Likës. Në bazë të provave që i ka prokuroria në këtë rast, nuk dihet se sa armë janë përdorur, pos që në vendin e ngjarjes është gjetur arma zyrtare e policit, jo diçka më shumë, nuk dihet akoma, përveç që i kanë pa në kamerat e sigurisë që kanë mujtë të sigurojnë prokuroria, kanë qenë 2 persona. E qartë dhe tani, me që kemi në lidhje direkte nga vend ngjarja dhe kolegën ton Alberta Gjini, ajo është shoqëruar nga zotri Bedre Lezi, miku i emisionit ton, do të na japin edhe detaje të reja në lidhje me komplet ngjarjen, natën kritike edhe gjithashtu faktet se si po jetojnë deri në këtë moment. Alberta, përshëndetje, është në atë sit ju kemi në lidhje direkte dhe lidhja është për juve.
Përshëndetje Kron, përshëndetje të gjithëve aty në studio, ashtu siç edhe ti e ceke, u ndodhem në ambientet ku të martën brëma gjeti vdekjen rështeri i policisë Muhamet Lika, e cili nga 2 persona thuhet nga deklaratat e policisë dhe prokurorisë është vrarë dhe është quajtur me armë zjarri. Një detaj shumë i rëndësishëm që unë mora sot, duke qenë se është dhe ambient ku jetojnë dhe familjar, një nga gratë që unë pyeta ishte se nëse ka dëgjuar britma apo krisma të armës, ajo tha që ka dëgjuar 3 krisma armësh dhe ka dëgjuar dhe të ndjerin ku ka bërtitur ka qenë i habitur pra dhe ka qenë i traumatizuar si duket në atë moment kur ka parë duke qëlluar mbi të. Unë jam bashkë me Bedri Elezin, ekspertin e sigurisë, i cili do na thojë dhe detajet të tjera në këtë rast, e ndërkohë unë do ngjitem avash edhe duke marrë gjitha detajet që çfarë ka ndodhur atë natë kur u vra dhe Muhamet Lika. Përshëndetje zoti Elizi, ju jeni edhe shok dhe mik i të ndjerit dhe ngushëllim edhe një herë. Faleminderit shumë. Çfarë keni për thënë për këtë ngjarje teje të rëndë? Ajo që mund ta shoqërojnë. Ajo që duhet ta theksoj më shumë me rëndësi fakti se e pata dhe ju se qytetarët e kësaj ndërtese janë shumë të friksuar dhe të njëjtit na thanë se kanë frikë me dalë edhe jashtë. E dëgjuat edhe ju, kjo është një shqetësim serioz për shkak se të dyshuarit, era bazuar në deklaratat e prokurorisë të Ferizajt, akoma janë arrati, pasi nuk është gjetur arma, dyshohet se të njëjtit janë 10 armatusur dhe përbëjnë rrezik për të gjithë. Prandaj dhe frika e qytetarëve është, besoj, e bazuar. Ndërsa nëse e shohim vendin e ngjarjes, është interesant të kemi ato 2 kampionë të cilat ju thatë se para që janë dëgjuar zhurma, krisma që dëgjuar 3 të shtëna armësh, tha zonja. Sipas zonjës dhe gjithashtu janë thasë se është dëgjuar edhe britma tani më të ndjerit. Gjithashtu duhet përmend faktin se aty duket ku ka qenë plumi. Se janë bërë dhe aludime nëse ka qenë arma me silenciator apo me dhe prandaj dhe pyetëm dhe zonjën, po kjo duhet thënë që ka qenë armë zjarri e cila janë dëgjuar të shtënat. Sipas dëshmitarëve janë 2 vende ku dyshohet se janë plumbat, janë ky për shembull. Po, këtu. Po, dhe ky tjetër këtu. Dhe pashtu duhet përmend një fakt se është një kat më poshtë se sa ku ka banu tani më ndjeri. Pra, ndjeri Muhamet Lika ka jetuar një kat më sipër se ç'ka ndodhur ngjarja. Ngjarja ka ndodhur në këtë ambient, sipër ndodhet dhe banesa e të ndjerit Muhamet Lika. Gjithashtu interesant me theksu është fakti se në këtë rast ka një plumb në shkallët që nën kuptohet se ose në ikje, por nëse i njëjti është goditur me plumb për vdekje këtu, atëherë mund të themi se realisht mund të konsiderojmë se ndoshta gjatë largimit është krejp sërisht arma apo ka ndodhur diçka e ngjashme. Ka tentuar të ik Muhamedi në këtë rast apo kanë tentuar të ik vrasësit në këtë? Sipas dëshmitarëve duket se vrasit ose në ikje e kanë shkrepur edhe një armën dhe ka mbet plumbi atje dhe tjetri në dorë, ose fakti është që ndoshta është paraprakisht. Prandaj është shumë e rëndësishëm ky detaj në kuptimin e gjendjes faktike në zonën ku është. Jo, me sa kuptuam neve qytetarët na thanë vetëm për këtë shenjë dhe për këtë, ndërsa për shenjat tjera ishte problem për të theksuar sepse ishte mjaft të dëmtuar. Një gjë shumë e rëndësishme që vlen dhe për të cekur, nuk pas ka kamera sigurie këtu, nuk di nëse ka poshtë kamera sigurie, nëse ja kanë kapur duke hyrë, po në këtë ambient ja dhe nga të pamjet që po merr dhe admirje me kameran ton, pra nuk duket sikur ka ndonjë kamerë sigurie ku mund të ketë edhe pamje të cilat dhe mund të zhvilloj më tej ngjarjen dhe referuar qytetarëve të cilët banojnë në këtë ndërtesë thanë se nuk ka asnjë kamerë sigurie në kuadër të kësaj ndërtese, ndërsa jashtë e pam që është zyrët e kitsit janë poshtë që e di se kanë kamera sigurie dhe ka biznese për ofër këtu që mund të eventualisht. Alberta, nëse ka mundësi të na japësh edhe detaje se ku gjend trupi, ku realisht ndodhej trupi i rështerit kur e gjetën. Ka pasur mundësi që të kapet nga afër pamja atyre dhe ndoshta kamerat e jashtme kanë qenë larg për të. Po Kronja, një moment. Kur është gjetur trupi? Trupi është gjetur këtu, pra, ja, në këtë ambient ja mund të marrim dhe me pamje. Këtu dhe mund të jetë
hedhur në tokë pra mbas të shtënave me armë zjarri i ndjeri Muhamet Lika. Kjo ka qenë e gjithë pjesa ku është zhvilluar e gjithë kjo ngjarje tragjike, pra le të themi ku është bërë dhe vrasja e Muhamet Likës të ndjerit, i cili ishte dhe rreshteri i policisë. Sipas banorëve, në momentin kur është dëgju krismat e armëve dhe gjithashtu zhurma të kanë dalë dhe kanë pa viktimen dhe padyshim që e kanë njoftu policinë e Kosovës. Pastaj është dhe njoftuar policia dhe janë parë ekzaminimet e duhura. Ashtu po duket. Çfarë keni për thënë për deklaratat e prokurorit, policisë dhe gjitha detajet që kanë dalë deri më tani? Dje në Kosova Today, në emisionin ton, pra zoti Elezi ti the që është një 17 vjeçar. Sa keni marrë informacione për këtë dhe për të tjerë? Në fakt, unë vazhdova deklaratën që ishte duke bë gazetarja në lidhje me një person të dyshuar bazuar dëshmitarve apo qytetarëve të cilët kanë folur. Ju referova asaj gjithmonë duke u bazuar në spekulimet që vinin pikërisht nga qytetarët. Në aludime. Në aludime. Nuk kemi arritur që të shohim më shumë informacione rreth saj dhe të them të drejtën, me që prokuria ka dalë me një deklaratë, nuk kemi konsideruar që është mirë që të interferohemi në punën të cilën ata po e bëjnë, për arsye se ndoshta do të ketë mundësi të ndikohet pas deklarimit zyrtar, po themi, deri sa ne kemi drejt ta lodojmë ose të merremi, trajtojmë mendimet apo spekulimet e njerëzve në kuptimin e analizës sigurisë, por në asnjë rrethon të pengojmë hetimet e sidomos për një rast kaq ndjeshëm. Me që jemi këtu edhe jeti edhe një mik i të ndjerit, pra Muhamedit në këtë rast, dua të dalem pak tek lokali, i cili para 4 vitesh është qelluar me armëzjarri, është diçka e tillë ka ndodhur. Çfarë dini ju për këtë? Se mos ka ndonjë lidhje me këtë ngjarje dhe në atë kohë ju ka thënë ndonjë fjalë Muhamedi juve se çfarë problemi ka pasur? Realisht me Muhamedin kemi ndarë mjaft kohë bashk. Sidomos gjatë mbrëmjeve kur neve jemi kthy nga Prishtina për të parë shokët tonë, kemi biseduar mjaft, asnjëherë nuk ka shprehur një shqetësim të tillë. Ajo që për neve ishte interesant sepse nuk na tha nëse rasti është zbulu apo janë kapur autorët e zjarrvënies në lokalin e Muhamedit në fshatin nga ku ai vjen. Por se prokuria përmendi si fakt që për mua në aspektin e sigurisë nuk tek protokolli i sigurisë për çështjet penale, sidomos të ndjeshme, nuk pash ndonjë fakt interesant për t'i dhënë qytetarëve në lidhje me atë, apo i njëjti dëshiroj që të orientoj pistën, por nuk di pse qytetarëve do t'ju duhej të dinin një gjë të tillë. E veçmas nëse qytetarët eventualisht do të donin që të bashkëpunonin, duhet që të fokusohemi te ngjarja konkrete dhe jo të shtrim sa më shumë dyshimet, nga se kështu edhe mund të defokusojmë qytetarët e cilët eventualisht kanë për të thënë në rastin konkret. E qartë, Berta, në qoftë se ka mundësi, kjo ngjarje ka lidhje me lokalin. Unë nuk kam asnjë informacion që kjo ngjarje mund të ketë, ndoshta prokuria dhe policia e rastit kanë më shumë informacione, bazuar në punën dhe detyrat që kanë mund të kenë, por unë personalisht nuk kam asnjë të dhënë që mund ta lidhë me një veprimtari tjetër të Muhamedit, nga se siç kemi thënë edhe dje, ai ka qenë një burr jashtëzakonshëm, nuk ka pas asnjë problem. Berta, tani na intereson ta dim, u përmendur se janë është përmendur se janë shkrepur 3 plumba, ndërsa ne diku lexuam se ishin 4 plagë, ndërsa ishte një plagë në Gjoks, ajo që ja mori jetën. Tani më duket qeni afërt me zotri Likën të ndjerin tashmë, zotri Elezi ka ndonjë informacion se sa plagë kishte trupi i tij, me sa plumba ishte qelluar e para, dhe e dyta në qoftë se kishim 2 armë të cilat kishin qelluar në drejtim të tij, duke marrë parasysh se në gjithçka që po flitet rreth kësaj ngjarje, përshkruhen edhe 2 persona të cilët janë larguar nga vendi i ngjarjes. Pyetje me vend kron, po ne morëm informacion nga zonja që na tha, pra banorja që kanë qelluar 3 armë, kanë dëgjuar 3 të shtëna, po nuk e dim nëse ka qenë e vërtetë apo jo dhe ka qenë të traumatizuar dhe nuk kanë mundur të dëgjojnë më tepër. Kroni po bën një pyetje nga studioja, i cili po thonë që zonja tha 3 krisma në këtë rast, por i ndjeri ka pasur 4 plagë të marra dhe një në Gjoks. Sa ke marrë ti dieni për këtë? Referuar deklaratës së prokurisë së shtetit. Ai ka marrë vetëm një plumb në trup dhe referu pamjes faktike, janë 2 vende ku shihen se 2 plumba janë këtu në objekt, njëri është në shkallë, tjetër është në derën e banesës, që nuk do thot fare që kemi të bëjmë me atë se ai ka 4 plumba. Referu deklaratës policisë mund ta ketë vetëm një plumb i cili ka shkaktuar edhe vdekjen dhe mund të mos kemë, por ajo që e shohim në gjendjen faktike dhe deklaratën e prokurisë, vërtet duket se janë 2 plumba këtu në vendngjarje dhe njëri ndoshta ka qenë ai i cili edhe ka shkaktuar vdekjen.
Faleminderit shumë Alberta, faleminderit shumë Bedri Elezi për këtë raportim të drejtë për drejtë. Natyrisht Alberta do të zhvendosë, do të shkojë tek familja aty ku edhe kanë hapur derën për ngushëllime. Ju faleminderit të dyve. Ndërkohë për shikuesit që na kanë parë dhe për pyetjet që ushtruan në fakt në këtë lidhje të drejtë për drejtë, dua të plotësoj se ka qenë pra në këtë rast prokuroria themelore në Ferizaj, e cila ka sqaruar se deri tani nuk ka gjetur ndonjë provë që lidh pra djegjen e lokalit në vitin 2021 me këtë që i ka ndodhur pra rreshterit Likas. Edhe për rastin e vitit 2021 nuk janë gjetur autorët dhe nuk dim nëse këto të dyja kanë pra lidhje. Atëre, zoti Hoxha, ju keni qenë vetë ish zëvendës ministri i punëve të brendshme, sot vazhdoni të kryeni detyrën si avokat. E keni quajtur edhe ju, por e kanë quajtur edhe nga sindikata e policisë së Kosovës, që kjo në fakt është një sulm për shtetin e Republikës Kosovës, gjithashtu edhe për policinë e Republikës Kosovës. Dhe ashtu qëndrojnë fatkeqësisht. Pra nuk është vrasje një qytetarit Republikës Kosovës që po ashtu do të ishte dhëmshme dhe po ashtu fatkeqësisht janë rritje numrit i vrasjeve, por në momentin kur vritet një pjesëtar i organizatave të sigurisë, atëherë është goditje direkte e shtetit apo uniformës shtetit. Pra kjo nuk do koment dhe kjo është shumë serioze. Prandaj edhe fakti që shkrepja e aq plumbave, bazu në vrimat që i pam në dokumentimin tuaj përmes kamerës, tregon që bien poshtë ato hipoteza tjera të cilat u lancuan fillim që gjëja mund të ketë ardhur si vrasje aksidentale për shkak të ndodhjes së një... Dhe zotri Hoxha, bazuar në eksperiencën tënde shumë vjeçare, në çfarë ju bëjnë të aludojnë edhe lëshuarja krejt tyre hipotezave të cilat automatikisht pas kësaj vrasje dolën në tregun mediatik me njerë? Shiko, duke pas specifikat dhe informatat publike reprezentuar nga konferenca e kryeprokurorit të shtetit në Ferizaj, indicje të regojnë, sepse nuk mund të di me saksi, indicje të regojnë në një që ka qenë rreshteri i vrarë tashmë ka qenë cak. Pra ai është i organizu një lloj pritje dhe prania e më shumë se një personi ndoshta mund të interpretohet si siguri për ta kryer këtë akt. Pra numri i shtënave po ashtu është në favor të kësaj teorie që mund të kenë marrë urdhër nga dikush për arsye që ne nuk i dim, natyrisht presim përgjigje nga shteti dhe se caku i vërtet mund të ketë qenë rreshteri për ta ekzekutuar. Natyrshëm që duhet kuptuar prokurorinë e shtetit dhe policinë që nuk ndajnë informatat hetimeve në këtë fazë, sepse përveç që është vrarë një qytetar i këtij vendi, është vrarë një pjesëtar i forcave të sigurisë dhe e don një vigjilencë shtume, e don një seriozitet shtumë dhe për publikimi i dhënave hetimore dhe pistave të mundshme zyrtare nuk është alati së vërtetës. Shto këto specifikat e lokacionit që është afër kufirit, afër pikës kufitare, me vit gjelbër bukur gjan, po besoj që ky rast për të zbardhur në plotni do duhet ketë edhe koordinim dhe bashkëpunim edhe me Po, zotri Hoxha, duke ditur saktësisht që kjo ka ndodhur në Kaçanik, pra në një zonë kufitare dhe duke analizuar në të kaluarën rastet azëm kur janë porositur njerëz me pagesë, sidomos në zonat rreth Prizrenit ku pra kanë afër kufirin me Shqipërinë, a mund të themi apo si e vlerësoni situatën se ky rast ka të bëjë me vrasjes me pagesë apo mund të ketë qenë lidhur me ndonjë hakmarrje ku ta dim ne për çfarë arsyesh mund të jetë marrë jeta personit në fjalë? Shiko, të vërtetën do ta zbarë vetëm hetimi dhe shpresojmë të jetë i tillë. Mirë po, ne vetëm mund ngrisim hipoteza në bazë të informatave publike, qoftë nga autoritetet zyrtare apo nga... Dhe zotri Hoxha, kur jemi tek çështja hipotezave, bazuar në ato çfarë na jep tereni, pra 2 persona të armatosur, një goditje në Gjoks, a do të thotë se në Kosovë ka edhe grupe skuadrile pra vrasëse, sikur që ishte kjo në Kaçanik? A dëshmon kjo faktin se në Kosovë kemi vrasës të cilët kryejnë vrasje kundrejt një pagese? Shiko, për ta cilësuar dikon vrasës apo pjesëtar të grupit të organizuar kriminal, duhet kemi një vendim të
formës së vërtetë. E qartë, ne nuk jemi duke dhënë vendime, por po e diskutojmë çështjen bazuar në provat që na i ka mbledhur tereni. Pra po them, po e nis hipotezën time si të tillë, duke thënë që ka prezumim pafajësisë dhe nuk mund të konkludojmë që në Kosovë ka grupe ekzekutorësh, ta nuk mund ta themi. Por rastet, cilat edhe janë gjykim raste tjera, ju e dini rastet të vrasjes së bashkëshorteve, të dyshuar për vrasjen e ish-bashkëshorteve, të bashkëpunimi me pjesëtarë tjerë, domethënë japin indicje që edhe mund të ketë fatkeqësisht qoftë në Kosovë apo në shtetet përreth, që ndoshta edhe mund t'i marrin përsipër krimet e ndryshme, për t'i kryer krimet e ndryshme. Pra këto janë hipoteza, por që e ka një bazë, një arsyeshmëri në bazë të hetimeve zyrtare që po zhvillohen dhe Por a ka natyrisht nëse ta zëm polici duke qenë edhe në krye të detyrës, duke qenë njëri profesional, e kujtuam dhe nga përmes miqve të tij, të cilët na thanë se i njëjti për një kohë caktuar kishte shërbyer edhe në Mitrovicën Veriore, siç mbas edhe kanë rutinë të gjithë policët me radhë të shkojnë apo ku ta di se kanë organizime të brendshëm, por mund të ketë mbas edhe policia informacione nëse i njëjti ka raportuar në një ndërshqetësim. Shiko, të gjitha janë të mundshme, por po e them, duhet kuptuar institucionet kompetente që po hetojnë rastin. Unë jam i bindur që këto pyetje që i parashtroni dhe po shpresoj po ashtu që i kanë institucionet kompetente, policia, prokuroria e shtetit. Por nuk është në harmoni dhe nuk është aleat i zbardhjes të vërtetës dhe rezultatit final publikimin këtë fazë këtyre dhënave. Pra, unë shpresoj shumë që ky rast nuk do t'jetë pa epilog, do të zbardhet, sepse kam parë seriozitetin e kryeprokurorit të themelorës në Ferizaj, por edhe emocionalisht po besoj që Policia e Republikës Kosovës kolegët e tij. Por zotri Hoxha, duke marrë parasysh edhe pozitën specifike që e ka mbajtur zotri Lika, neve na intereson të dimë në cilat raste krimi e godet policinë, duke marrë parasysh karrierën tënde të gjatë, besoj që ka raste të ngjashme në të kaluarën dhe pikërisht duke u nisë prej saj, dëshirojmë të dimë pak më shumë, në fakt mos teme ta ngrisim në nivel të supozimeve, por thjesht ka raste të caktuara kur krimi e godet shtetin, dhe kjo po klasifikohet si një goditje e krimit ndaj shtetit. Shiko, ne nuk mund të saksojmë, po them, se duhet nuk kemi zero informacion zyrtar, por ka mira arsye pse mund të vritet në logjikën e kryerësit krimit, sepse kjo nuk natyrisht nuk është arsyeshme dhe është e dënueshme çdo vrasje, por kur goditet zyrtari policor, me siguri që do të ketë një arsye madhore për atë që e kryen, sepse zyrtari policor, çdo punonjës i Policisë së Republikës Kosovës, është i autorizuar që ta mbrojë jetën e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe pronën. Dhe një prej hipoteza mund të jetë që ndoshta dikujt mund t'i ketë penguar që po i kryen me nder dhe me përkushtim këto detyra, këto autorizime policore, siç i ka kryer me përkushtim dhe me atë dashuri edhe detyra gjatë luftës çlirimtare në vitet 98-99, sepse i ndjeri kishte qenë edhe pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Po. Pra mund të jetë hipotezë, sot nuk e kemi këtë argument. Po. Mund të ketë ngjarje dhe specifika tjera, sepse çdo rast, pavarësisht ndukje të parë si i njëjtë, i ka specifikat që dallon nga njëra tjetra. Ka dhe raste tjera të vrasjes policëve për cilat ka pas gjykim maratonik dhe ju e dini të gjithë rastin edhe të tjerët. Pra, secili rasti ka specifikat e veta, por që kur goditet polici është më serioze sepse është goditur punonjësi i shtetit i cili ka autorizim për të përdorur pikërisht forcën, armën në mbrojtje të jetës dhe pronës qytetarëve të vendit. E qartë, por zotri Hoxha, me që kemi të bëjmë me një vend të vogël, siç është Kaçaniku, ku secili njëri tjetrin, këtu pranë meje në studio kam edhe gazetarën Sala Gashi, e cila dje ishte për të realizuar një kronik atje, po e shpërndaj pak bisedën me Salën, por qëndro me ne të lutem për detaje tjera. Sala, diçka që më bëni përshtypje është se shumë pak informacion janë marrë prej banorëve të zonës, ose më mirë themi, asnjë prej banorëve të zonës nuk u
prononcua me fytyrë. Pse ndodhi kjo? Tek mediat jo, por ka qenë drejtori i policisë Gazmet Hoxha, i cili ka thënë se kanë marrë në intervistim disa dëshmitar aty, të Por dua të dalë tek çështja e media fillimisht. Pse hezitonin ata të bashkëpunojnë me juve? Sepse sigurisht ju si gazetar jeni nal me dikon dhe kemi bisedu, e ke kuptu për çfarë arsye ata hezitonin me bashkëpunu me media? Pikërisht në vendin ku është vra zotri Lika, në katë më poshtë kemi taku një zonjë e cila bashkë me bashkëshortin e saj, na thanë që ne nuk kemi qenë këto, po nga ajo që kemi dëgju prej fshenjëve të tjerë, ka qenë një rast shumë i papritur edhe... Po nuk japën detaje që i kontribuojnë storjes? Po. Nuk japën? Jo, nuk kanë jep, absolut Po të tjerët, kemi provu me dikon tjetër? Cili ka qenë arsyetimi? Kemi provu me se cilin person që ka kalu ka vendin gjarje. Edhe cili ka qenë arsyetimi? Nuk dalin para kamere, po na ka trodit si rast. Dhe kër e kemi pyet se a mendoni që ka pas ndonjë konflikt, a din se normal që duhet fshinje e një fshinje e ti. Normalisht? Normalisht mundet me dit ndonjë detaj që mundet me qundër një indikje. Cilat ishin përgjigjet e tyre? Jo, po nuk besojnë akor, kjo është bukfalisht kështu kanë thënë. Tekstualisht, ne nuk e dim se çfarë ka ndodhë. Fjalët e një grue, nuk e dim se çfarë ka ndodhë. Muhamedi ka qenë një njeri i jashtëzakonshëm dhe ka qenë një familjar i mirë, ani pse, më falni që po them kështu, ani pse nuk ka pas fëmijë dhe nuk ka pas kanë me lanë pas vetes. Kur i kam thënë që a mundesh këtu me thënë para kamerës që ti tregojmë edhe opinionit që zotri Lika ka qenë jashtëzakonshëm si njeri, jo nuk dalin para kamerës të flasin. A bëj kemi besu që ka një frikë ata, po me sjellja atyre, mendon që ka qenë ndonjë lloj frike, sepse dua të dalë aty në qoftë se është dikush i cili i kërcënon që të mos japin intervistë. Dua dalë pikërisht edhe me ato që tha Alberta në lidhje direkte që të friksun. Unë për vetin, do shta, po thëmë të kundërtën e Albertës. Ta s'keni takuar të njëjtit? Po, për ata edhe po thëmë. Personat që unë i kam taku, jo, nuk kanë qenë friksun as pak, edhe bile në kanë thonë që në ndërtesën tonë nuk ka pas kur rastet tila. Por Sale, adisha të pësë diçka, sepse tje duke trajtuar të rast, ishte edhe një mikit të ndjerit që nga tha, por u potencua dhe për para se mikut nga thoshte këtë, pse u vu theksi që i njëjti, pra rështeri Lika, ka shërbyer dhe në verit e vendit? Apo thjesht si pjesë e biografisë? Thjesht si pjesë e biografisë time. Ato çfarë unë kam dëgju, por edhe nga prokuroria, e kemi lidh, kemi pa pyetje edhe mbrapa kamerës, sa ka të bëj me veri jo, edhe rasti që tha, unë e pyeta edhe kryeprokurorin këtë rast, pyetja ime ka qenë që a lidhet edhe me djegjen e lokalit në vitin 2021, a janë persona të njëjta, është ndonjë shenjë hakmarrje? Çfarë lokali ishte ai? A e dini? Jo, më saktësisht jo, nuk kam dhënë detaje çfarë lokali ka qenë pasi që ka qenë vitin 2021, po të gjitha provat, dyshimet, kryeprokurori Qerkini ka thënë që nuk të shpihen në një hakmarrje që mund me bë personat këtë rast që kanë djeg lokalin para 4 viteve. Hoxha, në fakt, sa shpesh ballafaqohen policët e Republikës Kosovës për faktin që kryen mirë detyrat e punës së tyre, të zëmë ndalojnë një veprimtari jo të lishme dhe më pas mund të hakmerën nga palët e përfshira. Po flas jo për rastin Lika, por në përgjithësi, që se ju keni qenë pjesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe shpesh mbase kërkesat dhe shqetësimet e drejtorit policisë edhe adresohen te kjo. Natyrshëm që pozita e punonjësit policisë, sidomos me detyra specifike nëse caktohen në këtë periudhë kohore pra në veriun e vendit, janë në një peshë më të madhe dhe rreziku për të përballur me këtë situatë është gjithmonë potencial. Prandaj edhe njësitë speciale të Republikës Kosovës dhe kanë protestuar për rrezikshmërinë në punë të tyre. Pra dallon rrezikshmëria një zyrtari policor në veri të vendit ose në njësitë të përgjim vëzhgimit, ku ndoshta me muaj mund t'i përgjojnë grupe të organizuara dhe strukturuara kriminale, natyrshëm që ka një risk për jetën dhe për familjen. Dhe kjo është e dinë se cili punon si policisë që punon në njësitet e tilla. Dhe nuk përjashtohet mundësia asnjë pistë e tij. Prandaj është hetimi që në fillim fillon në disa drejtime dhe pastaj me metodën e eliminimit në bazë të provave materiale, duke i kombinu dhe gërshetu me provat personale dhe dëshmit në vendin e ngjarjes, pastaj ngelet vetëm pista e cila ka një arsyeshmëri më të bazuar dhe mund të ketë epilog të rastit. Shpresojmë që të ketë edhe ky rast, sepse në bazë specifikave të rastit shihet që ka një organizim dhe secila është
poelta, cilë është qëllimi për këtë ekzekutim apo për këtë vrasje, vetëm hetimet zyrtare mund të nxjerrin pa dhe mund ta zbardhin të vërtetën. Pra, mund të ketë në çdo variant, çdo pjesë të hetimit mund të rezultojë si e sakta, por është shumë herët bazuar në specifikat e ndodhës rasti. Zënjes pritje, përdorimit relativisht numrit madh të plumbave, pastaj më shumë se një person në vendin e ekzekutimit, pastaj lokacioni afër kufirit relativisht afër në vijë ajrore, le me kuptu që Po gjithashtu edhe largimi, edhe forma se si u larguan vrasësit. Le të kuptoj që vrasit edhe mund të jenë larguar jashtë Republikës Kosovës. Prandaj është hetim kompleks, duhet patjetër edhe ndihma e mekanizmave të paktën nga Republika Veriore Maqedonisë. Po, por zotri Hoxha, ju nuk e përjashtoni mundësinë apo jeni për mundësinë që një grup i vrasësve ta ketë kryer këtë vrasje. Pra, nuk kemi të bëjmë ndonjë vrasje të qastit asnjëherë, por edhe gjithashtu personat të cilët e kanë kryer këtë vrasje, duke marrë parasysh formën se kanë arritur tek vendi i ngjarjes, kanë ekzekutuar personat dhe janë larguar pa lënë ndonjë gjurmë që deri tashmë ka qenë është treguar e vlefshme, ju bën të aludoni se kemi të bëjmë pikërisht me grup të vrasësve profesionist? Shiko, ne i ndërtojmë hipotezat tona në bazë të asaj që e shohim. Dhe në vrasjet që ndodhen ditëve të fundit, ju e shihni e patë që pas disa orëve i kishim të dyshuarit. Pra nuk është, hetimet duhet jenë suksesshme dhe mekanizmat e sigurisë tashmë i kanë kapacitetet e plota për të kryer një hetim serioz dhe në afat optimal. Fakti që për vrasjen e zyrtarit policor, pas shumë orëve nuk kemi asnjë dhënë zyrtare që identifikon kryerësin apo urdhërdhënësit potencial, tregon që mund të jetë një organizim i strukturuar. Dhe këtë përgjigje do të na japin vetëm organet e TOSIS. Pastaj, nëse analizojmë mozaikun e tërësishëm të ngjarjes, konferencën për shtyp, kryeprokurori Ferizajit tha që janë të dyshuar 2 të rinj. Dhe kjo të rinj pastaj u komentua që mund të jenë potencialisht nën moshën 18 vjeçare. Dhe nuk është rasti i vetëm për shembull vetëm në parim po them edhe në botë, jo vetëm tek ne, ku legjislacioni penal për të miturit parashet dënim relativisht tull, pra maksimumi mund të jetë në vendin tonë, maksimumi për të mitur është deri në 10 vite. Dhe nëse ka organizim në vrasje, në akte të tilla, edhe mund të planifikohet, sepse ka ndodhur në kaluarën kur ndoshta është dhënë roli një. Do të shohim, dhe është e çuditshme zoti Hoxha, me të drejtë thoni kështu se Kaçaniku Fundja është një qytet, në kuptimin e madhësisë së saj, njerëzit njihen njëri me tjetrën dhe sikur ta zëm do të kishte dikush probleme dikë, edhe mund të flitej në qarqe familjare, sociale, por sidoqoftë janë organet e drejtësisë, Policia e Republikës Kosovës që do të na japin përgjigje në gjitha këto pyetje që kemi ngritur këtu. Zotri Hoxha, të faleminderit shumë. Kënaqësi të kishim kështu me një linjë të drejtë për drejtë. Natyrisht ne vetëm po analizojmë nga këto materiale dhe këto informacione që kemi, kaq mund të bëjmë në këtë moment. Vetëm dëshiroj që përmes televizionit tuaj të shpreh edhe herë ngushëllime familjes së të nderit dhe kërkojmë le të na dëgjojnë të gjithë organet kompetente që të mos lënë gur pa lëvizur për zbardhur rastin, sepse është goditur një pjesëtar i shtetit Republikës. E vërtet. Faleminderit shumë zoti Hoxha, urojmë të jetë rasti i fundit. Atëherë, Sala po kthehemi edhe një herë tek ty, ne pra kemi kuptuar edhe nga ti, por edhe nga të afërm të Rështirit që i ndjeri pra nuk ka pasur trashëgëmtar, në kuptimin që nuk ka pasur fëmijë, ka lënë pas gruan, ke pasur rastin të kontaktosh me dikën nga familjarët, si është gjendja e gruas apo të tjerë? Unë gjatë ditës së djeshme kam folur edhe me një familjar, Rushan Ceka, familjar i Muhamet Likës, Rështerit. Gjendja e familjarëve është jashtëzakonisht e rëndë. Ka vëllezërit jashtë shtetit që jetojnë. Ati ka, po e them kështu, ati ka rohise që flas me ta, kur e ka kuptu lajmin, ka qenë trondetës, me njerë ka shku në polici, po flas për këtë familjarin që ka fol, me njerë ka shku në polici për marrë detaje, dhe pyetja me njerë ishte që a dyshonin dikën, sepse familjarit besoj që mundu me din diçka ma shumë. Përgjigja ati ka qenë që jo, nuk dyshojmë asë kënd, edhe
i thanë edhe fjalët e fqenjëve të tij. Ka qenë njëri i mirë dhe nuk e besojmë asësi që mundet më ndërlidh Po vëllezëri që i ka jashtë shtetit, se kështu na kishin konfirmuar edhe të tjerët, kishin arritur të vinin në varrim duke ditur që dje është barbarimi. Këtë detaj nuk e di saktësisht, pasi që varrimi ka qenë orën 15, gjë që nuk kam arrit të shkoj atje. Mirë po ata, në bazë të familjarit, ata vetëm janë bërgati që të nisen për në Kosovë, por që po mundohen të mbajnë vetën anë pse dhe gjendja bashkëshortës nuk është edhe shumë e mirë. Nga detajet e përjetën e tij private nuk e di sa ja vlen të ceken, ai ka qenë edhe një herë i martuar, mirë po për shkak që nuk ka mundur të ketë një trashëgimtar tij, ai është nda dhe është martuar prapë, po që fatkeqësisht fati e deshti që në rrethana tragjike të Kur kishte ndodhur ky zhvillim? Para disa viteve, nuk e di sakt, po në bazë të asaj që më tha, disa viteve, një numër nuk më ka dhënë familjari i tij, por që fatkeqësisht ai që tha nga tragjedia ndoshta kishte mujt me pas fëmijë më herë. Po. E qartë, mirë Sala, është shumë kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today, edhe faleminderit për të gjitha detajet që na solën në lidhje me ngjarjen e cila me të vërtetë është e jashtëzakonisht kryetitulli i krejt mediave. Prekse shumë. Faleminderit Sala Gashi për këtë raportim edhe në studiet të Kosova Today. Pra Sala është gazetare nga desku informativ i Klan Kosovës dhe do shkputemi tani me pak publicitet dhe i rikthehemi zhvillimeve politike në fakt. Ka ardhur një propozim që kryeparlamentari deri tani Zhumglau Konjufca të jetë kandidat për kryeministër. Këtë ka thënë një ish bashkëpunëtore e tij Aida Tërkuti, qëndrimi së cilës se sjellën vetëm pas pak në lidhje drejt për drejt së bashku me një debat politik.